2,83% e fletvotimeve janë të pavlefshme dhe të zbrasta. Mund të themi se kjo mbetet përqindja më e ulët e fletvotimeve të pavlefshme dhe të zbrasta. Sipas të dhënave të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, me shpalljen e rezultateve përfundimtare, nga 966.283 votues që votuan në vendvotime të rregullta me kusht apo në votimin jashtë Kosovës, u regjistruan 27.433 fletvotime të pavlefshme dhe të zbrasta. Pra, në zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës, të cilat u mbajtën më nën shkurt të vitit të 2025, 2,83% e fletvotimeve janë të pavlefshme dhe të zbrasta. Nëse këto të dhëna krahasohen me ato të proceseve të kaluara zgjedhore për Kuvendin e Kosovës nga viti 2007 deri në vitin 2021, pra në të cilat është aplikuar sistemi zgjedhor me lista të hapura, mund të themi se kjo mbetet përqindja më e ulët e fletvotimeve të pavlefshme dhe të zbrasta. Vetëm në 2 procese zgjedhore për Kuvendin e Kosovës të vitit 2001 dhe 2004, në të cilat është aplikuar sistemi zgjedhor me lista të mbyllura, pra ku votuesit kanë përzgjedhur vetëm subjektin politik, por jo edhe kandidatët për deputet, është shënuar përqindja më e ulët e fletvotimeve të tilla dhe kjo ka qenë nën 2%.